Partia Socialiste ka kërkuar ndëshkimin e Sali Berishës për sulmet e një ditë më parë ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, lidhur me ligjin për barazinë gjinore. Në kërkesën drejtuar Sekretariatit të Etikës, socialistët kërkojnë që kreu demokrat të përjashtohet deri në 10 ditë, 30 apo 60 ditë nga punimet e kuvendit. Partia Socialiste argumenton se deklaratat e Berishës ishin fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj diplomatit evropian, duke cënuar jo vetëm dinjitetin personal të tij, por edhe imazhin e institucionit të kuvendit. Më tej, Partia Socialiste shkruan se përbën një shkelje të rëndë të etikës dhe cënim të drejtë për drejtë të parimeve të sjelljes së deputetit të përcaktuara në kodin e sjelljes dhe në rregulloren e kuvendit. Berisha tha brenda dhe jashtë kuvendit se Gonzato nuk mund të impononte shoqërisë shqiptare bindjet e veta personale. Nga ana tjetër, edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka kërkuar Sekretariatit të Etikës përjashtime me 10 ditë nga punimet e kuvendit të deputetit Taulant Balla. Në seancën e 6 nëntorit, Taulant Balla pretendohet se ka përdorur gjuhë fyese dhe kërcënuese ndaj deputetëve të opozitës.